Kongresmeni Amerikan flet për Shqipërinë, shqetësuese, 200.000 çështje pas zgjidhura. Kryetari në Komisionit të Punë të Jashtme për Evropën dhe Dhomën e Përfaqësuesve, Keith Sell, mbajti dje në mbrëmje një fjalim hapës gjatë një seance dëgjimore në komitetin e titulluar Pika kritike, rruga drejt stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Qëllimi i kësaj seance është promovimi i stabilitetit në Ballkan, shpresoj që ndoshta antarët nga dy anët e rreshtit mund të bien dakord për qëllimin e përbashkët në shërbim të interesave të Shtetit të Bashkuar, ndërsa kërkojmë të promovojmë ekuilibrin në rajon, prosperitetin për qytetarët dhe parandalimin e konflikteve të ardhshme. Duke përjashtuar agresionin rus kundër Ukrainës, Ballkani Perëndimor mbetet rajoni më i paqëndrueshëm në Evropë, tha kryetari në Komitetin Punë të Jashtme për Evropën dhe Dhomën e Përfaqësuesve, Keith Sell. Edhe pse konflikti i hapur është qetësuar që nga shpërbërja e Jugosllavisë në vitin 1990, pas shumë shekujsh të ndarjeshtë etnike, ndryshime e kufizë dhe mosbesimi politik vazhdojnë ta ndjekin këta fqinj, ndërsa krizat të ndryshme politike kërcënojnë rendin post-jugosllav, tha ai. Si shembull, marrëdhënia e pasgjidhur e Serbisë me Kosovën është një nga nxitësit kryesor të paqëndrueshmërisë rajonale që ka krijuar një vizë strategjike përçarje që mundson Rusisë të minojë aftësinë e BE-s dhe NATO-s për të fuqizuar vendet e Ballkanit, shtoi ai. Marrëveshja e Ohrit e vitit 2023 midis Serbisë dhe Kosovës, që synonte të ulte tensionet e menjëhershme dhe të fillonte marrëveshjet e kaluara, ka ngecur. Kriza zgjedhore në Kosovë ka përkeqësuar këtë situatë si rezultat i dështimit të Republikës për të formuar një qeveri pas zgjedhjeve të 25 shkurtit, duke shkaktuar përgatitjen aktuale të Kosovës për zgjedhjet të reja të parakohshme në 28 dhjetor. Pas zgjedhjeve, nëse Kosova formon një qeveri, shpresoj sinqerisht se Serbia më në fund ta njohë sovranitetin e Kosovës, theksoi ai. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur prekosh përpjekjet për të ndërtuar një gjyqësor të pavarur dhe të jashtëzakonshëm në Shqipëri, theksoi. Megjithatë, pas 10 vitesh zbatimi është e papërshtatshme të rishqyrtohet nëse reforma në drejtësi po funksionon siç është menduar apo ofron drejtësi të paanshme për popullin shqiptar, shtoi ai, dhe duke theksuar se duhet rishqyrtuar kjo çështje. Duhet të jetë shqetësuese për gjithë fakti që numri i çështjeve të prapambetura në nivel kombëtar është zgjeruar në afërsisht nga 16.000 që ishte në fillim të reformës në 200.000 sot, duke i lënë qytetarët të presin 8 deri në 15 vjet për të marrë një vendim përfundimtar.